të bëhet me rusët, nuk do e pirdi rusi fare bëhet. Është 100%. Ora, siç i përshtypje për këta rusët. Shiko, se nuk du të futemi këtë ca tema që është kjo pjesa alien me plak. Një sekund, nuk du të merrem atë. Fare. Qofse kemi pa shpesh ca postime, ca gjëra që nxjerrin disa specie. Flasim për disa specie që menohet se janë këtu në tokë. Më kupton? Janë disa që nxjerrin, domethënë me foto. Janë këta reptilianët, blau. Ne kam gjutë të rrit. Jo, foto, i lem, nuk du të futem fare. Flas për foto. Domethënë, ajo foto e këtyre reptilianëve, se ç'mit mu me rusët, më bosh. Dëgjoj, rusët siç i njoh fund në histori. Jo, so që nxjerrin si tushat pikturën e reptilianëve. Jo, siç i njoh fund në histori rusët, janë ndryshe nga Evropa. Në shumë aspekte. Por janë popull i krishterë. Ka rëndësi kjo që. Pse ka rëndësi kjo që? Ka të bëjë me mënyrën se si janë ngurtuar, si kulturë, si formacione etj. Dhe po të shohësh në Ukrainë dhe në Rusi, po vriten në Ukrainë të krishterë ortodoks me të krishterë ortodoks. Apo. Kisha është në konflikt. Sepse kisha ortodokse ukrainase është shkëputur nga kisha ortodokse ruse. Koncepti këtyre të krishterëve që vritin me njëri tjetrin me shkak të çufot, që kanë prodhuar gjithë luftë, presidenti vetë është çufa, zhelja për kace, dhe gjithë luftë të çufave duket ke mënyra si Trumpi që negociatorë gjithmonë kohët e fundit zgjahet kushtin me Witkoff që në fakt nuk janë ambasadorë të Amerikës, por janë ambasadorë të familjes Rothschild & Co, pra të çufave. Tregon që ky popull prej 200 vjetësh, 250 vjetësh fal, që tem 225 vjetësh, që kohët Napoleonit, është